Albert, cilë janë tre poetë më të mirë të letërsisë shqipe sipas teje? Sipas meje, tre poetet më të mirë shqiptar janë Adem Gashi, Dritëra Agulli dhe Lazgush Poradici. Në Prekaz nuk pytet sa herë ke shkue, sa herë ke ardhë, kur bie burë, breshën e shi, kur nxen dielli, kur ke me u kthy. Në çdo stin aty mbillet, e mbil, e rritet vetëm një farë, fara e lules liri. Unë di shumë për Kosovën. Nuk besoj të këndoj si unë asnjeri për Kosovën në vargje. Dhe s'mendoj të lotoj askur si unë tani për tani. Unë e një Kosovën, nga pluhuri zverdhur në pragje. Unë e gjej Kosovën në pikën e vesës atje në Hardhi. Unë e di si djallë dhe luga çdo gjë në Kosovë. I di lugët e bujkut, i di stinët kur mbjell e kur korr. E njo sërdhin dinak me gjarpër në kokë. Gjarpër që rretën stërgjëshrit e sërdhit në obar. Unë e di se ç'mendon malsori Drenicës, minatori Treqës e di se ç'mendon. Unë e di dhe në Vlorë atë lumin ters të Shushicës, se ç'bën për Kosovën dhe ç'këngë nga Vlora këndon. Unë i di të gjitha dhe s'ka kush më thot se gjoja Kosovën nga larg si poet dashuroj. Mes Kosovës jam brenda me kokën e ftatë. Ndaj Kosovën si bukën nga mitet vërtet çmitizoj. Dremit Liqeri. Mizall të pylli bjeshtarak, dremit Liqeri pa kufi. A y ndaj fundesh u për flak, po si me zjarë e me florish. Po si me flak unë des e kroj, e vettiti plot magji, e ylli ditës përëndoj në qetësi dhe dashuri. Tash i po shuhet në mal, qyteti ngrysur në të zi, po ndizën yt dal nga dal, plot bukuri, plot fshatësi. Në këtë qas perëndimor, ndaj po më dehen sytë e mi, kuptoj si shpirtin vjershëtor, ma frymëzon një mall i ri.